Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha se është shumë e rëndësishme që Kosova nuk e bë antare e Këshillit të Evropës në takimin e fundit të Komitetit të Ministrave në Moldavi, sepse kjo dërgoi një mesazh se qeveria që ushtron dhunë kundër serbëve nuk do të pranohet në atë organizatë. Me një qëndrim të vendosur për paprekshmërinë e integritetit territorial të Kosovës, ne besojmë se parakusht për një gjë të tillë nuk janë përmbushur, veçanërisht ato që lidhen me reformimin e asociacionit të komunave serbe dhe përfshirjen e serbëve në institucionet në nivele të ndryshme. Jo vetëm që nuk janë përmbushur, por qeveria Albin Kurtit po shkon në drejtim të kundërt, kështu që dje serbët në Kosovë dhe Metohi u ndaluan vetëm për shkak të pamundësisë politike, për shkak të presioneve përpara zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, theksoi Gjurić. Antari i kryesisë së listës serbe Ikor Simić tha se partia paraqiti një ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa hodhi poshtë ankesën e saj për certifikimin e kandidatëve nga lista e Nenad Rashić, të cilët nuk janë antarë të komunitetit serb, por vendet e rezervuara për serbët. Simić tha se paneli deklaroi se partia nuk afroi prova bindëse se Alil Gjerlek dhe Lazar Radulović janë të komsive të tjera jo serbe. Simić ftoi Radulovicin dhe Gjerlekin të deklarohen nëse ajo që pretendon paneli zgjedhor është e vërtetë. Para shkollës fillore Braça Aksish në Lipjan sa du mbajt një tubim mbështetës për serbët e arrestuar dje në Graçanic, midis të cilëve është edhe drejtoresha asaj shkolle Milica Dimić. Protesta organizuar nga punonësit e shkollës, punonësit e institucioneve parashkollore në Lipjan, punonësit e shëndetësisë dhe qytetarët. Një tubim mbështetës u mbajt edhe para qendrës shëndetësore në Graçanic, ku punonësit ndërprejnë punën për një orë dhe u dhanë mbështetjen drejtorëve të arrestuar të institucioneve shëndetësore dhe arsimore, përfshirë drejtoreshën e qendrës shëndetësore Mirjana Dimitrijević. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveqa tha se 7 persona u arrestuan në Graçanic me dyshin se po përpiqen në ndikimin e vullnetit të lirë të qytetarëve. Avokati Nebojša Boričić, i cili përfaqëson drejtorin e arrestuar të shkollës elektroteknikës në Shushic, Boban Petrović, konfirmoi për Kosova Online se Petrovićit ju caktua masa ndalimit nga policia deri në 48 orë. Derisa Kosova pret miliona nga Brukseli, marrëdhëniet e pazgjidhura me Serbinë vazhdojnë të pengojnë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, shkruan gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung, duke komentuar vizitën e javës së kaluar të komisionerës së zgjerimit Marta Kos në Prishtinë. Derisa të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën, antarësimi i vendit është i përjashtuar, ndërsa 5 vendet që nuk e kanë njohur këtë treguan se njohja e Kosovës varet nga marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë, shkruan gazeta gjermane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka treguar vazhdimisht se nuk do të jetë gati për njohjen zyrtare të Kosovës. Kurti ndoshta nuk do të jap dritën jeshile për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Brukseli nga ana tjetër nuk ka një qendrim të qartë për të gjitha këto çështje, thuhet në tekstin e Süddeutsche Zeitung. Politologu Ognjen Gogić tha për Kosova Online se fakti që Lidhja Demokratike e Kosovës e paraqiti Vjosa Osmanin si kandidate presidenciale është pjesë e fushatës parazgjedhore dhe nëse partitë të tjera do të paraqesin kandidatët të tyre presidencial para 7 qershorit, kjo nuk do të thotë dhe nuk do të jep garanci se nuk do të kishte bllokat gjatë zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Analisti politik Shkelzen Maliqi beson se pas zgjedhjeve të 7 qershorit Kosova do të ketë përsëri një krizë politike, sepse asnjë parti nuk mund të fitojë 80 vende në Kuvendin e Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri, ndërsa deri me tani është treguar se një marrëveshje për këtë çështje nuk është e mundur.
Artan Behrami, kandidat për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se lëvizja vetëvendosje nuk është distancuar kurrë nga metodat dhe qëllimet me të cilat erdhin e pushtet. Ata nuk janë distancuar kurrë nga dhuna politike, nga gazi lotësjellës dhe përpjekjet për vrasje për arsyet e rreme, tha Behrami. Sipas tij, shumë nga çështjet për të cilat vetëvendosje protestoi për vite me radhë janë ende të rëndësishme edhe sot, pavarësisht faktit se partia është në pushtet. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët, por pasdite pjesërisht me vranësira dhe me shira lokale me bubullima në disa vende do të fryerë lehtë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.